Përshëndetje, te kuzhina ime sot do të keni pite me pejtë të gatshme, me presh, ose purre dhe me gjizë. Bëhet një pite shumë e shishme, në të cilën do të ndaj një sekret se si e gatuaj unë. Kemi marrë purrinin e kemi grirë në copë të vogla dhe tani po e ka vërdisim pak në mënyrë që të zbutet. Do i shtojmë vetëm pak vaj dhe do të presim derisa të zbutet pak. Pastaj e kemi gati që të fillojmë me përgatitjen e pitës me pejtë të gatshme. Bëhet një pite shumë e shishme, të cilën besoj se do ta pëlqeni edhe ju nëse e gatuani, pasi që tek familjarët e mi pëlqejet shumë. Këto janë produktet të cilat do të na nevojite neve. Pejtët, gjiza, preshi ose purrini, shmanti, qumshti dhe vaji. Fillimisht do të thyem vezët, 2 vezë. Tani do të shtojmë gjysmë gote me vaj. I përzijem këto të dyja së bashku. Gatuhet shumë shpejt. Fillimisht do të shtojmë një gotë me qumësht, pastaj më vonë do të shtojmë edhe një gotë tjetër qumshti. Në mënyrë që të rrisim sasinë dhe të zbusim sa më mirë pejtët e gatshme. Bëhet një pite shumë e shishme. Tani do të shtojmë një shmand ose ajk kosi. Tani po shtojmë edhe gotën tjetër të qumshtit dhe përzijmë të gjitha bashkë në mënyrë që të tretet ajka. Unë shpeshherë këtë lloj të pitës e gatuaj edhe për mysafirët në çaj, duke bashkangjitur ndonjë lloj prosciute ose kaçkavalli ose diçka tjetër. Po tani po e gatuaj për darkë. Këtu kam marrë edhe gjizë. Gjiza është gjizë fshati, e cila e bën edhe më të shishme pitën. Dhe tani po shtoj purrinin e fërguar më parë. Mund të gatuhet me spinaq, mund të gatuhet me qepë të reja, me çka do që juve ju pëlqen. Tani do të shtojmë edhe një lugë të mesme me krep. Përzijem të gjitha këto së bashku dhe kremin për lyerjen e pejteve, pra e kemi pothuajse gati. Tani po i largojmë me një anë dhe po e bëjmë gati që t'i vendosim në tepsi. Tepsin e kemi lyer me gjalp. Unë kam marrë një tepsi më të madhe në mënyrë që të më del pitja pak më e hollë, por ju nëse dëshirani të gatuani në tepsi më të vogla, atëherë do t'ju del pejta e pitës më e trashë. Këtu kemi 500 gram pejtë të gatshme, të cilat do i marrim dhe do i hapim. Në fillim në tepsi do të vendosim 2 pejtë. Shikojeni në vëmendje. I vendosim 2 pejtë në mënyrë që të bëhet një shtresë në fillim pak më e trashë. Dhe nuk i lyej me asgjë. Edhe anash po ja vendosim nga pak, që të bëhet në të gjitha anët njësoj e trash. Dhe tani vazhdojmë edhe e lyejmë me kremin e përgatitur më parë. Kjo sasi e kremit mjafton, edhe mund të vendosni sa ju dëshironi, pasi që mjafton për të gjitha pejtat.
pra për 500 gram pejë të gatshme. Tani unë do të ndaj një sekret, të cilën unë e gatuaj pitën me pejë të gatshme, i marë dhe i shkoqi petat në këtë mënyrë. Do t'ju duket e çuditshme, mbase do të thoni pse mos ta vendosin petën komplet, por kushto del peta shumë e mirë dhe nuk vrejet se është me pejë të gatshme. Bëhet një pite shumë e shijshme. Provojeni edhe ju dhe do e shihni se është një sekret i cili me të vërtetë ja vlen. Pra i shkoqim parafërsisht një pejë e gjysmë ose 2. Derisa të mbuloni kremin para prak. Tani do të vendosim me njëherë kremin, duke mbuluar petat të cilat i kemi vendosur dhe kështu do të vazhdojmë deri në përfundimin e sasisë. Pra shikojeni vetën. Mos t'ju vi çudi sepse i shkoqi petat, por provojeni edhe ju dhe do e shihni se me të vërtetë është një sekret i cili ja vlen të provohet dhe do t'ju del edhe juve pitja shumë e shijshme. Vazhdojmë kështu deri në përfundim të kremit.
Për fond i kemi lënë 2 petë të gatshme, të cilat do i mbulojmë në këtë mënyrë. I vendosim sipër edhe krem. Në mënyrë që të bashkohen petët së bashku. Tani vendosim edhe petën tjetër. Tani është mirë që skajt të cilat mbesin të mbulohen mirë edhe të palohet peta në skaje. Të vendoset si një rreth i hollë, pasi që duket edhe më mirë, por edhe del më shishme. Edhe pse është me petë të gatshme, del një pite shumë e mirë. Shikojeni se si i palojën skajet e pitës në këtë mënyrë. Dëshiroj që të duket edhe jashëm. Dhe tani këtu do të marr 4 lugë të gjellës me kos. Gjithashtu do t'i shtoj edhe pak vaj. Do t'i përzijej së bashku. Duke shtuar vetëm pak krep një maje të gishtave. Kripa ndihmon edhe që të skuqen petat më mirë. Dhe tani do i lyej pitën mbi. Do t'ju duket mbase edhe e çuditshme, por nëse e provoni, pitja është jashtëzakonisht shumë e shijshme. Nëse vetë se e provoni në shtëpitë juaja, ju lutem më shënoni dhe më jepni komentet se a ju ka pëlqyer ose jo. Pitja në këtë mënyrë se si e gatuaj unë. Po e shikoni se po mundohem që t'i mbledhi skajet në mënyrë që të duket një pite më e mirë. Edhe do të zbutet në të gjitha anët, edhe pas pjekjes do të mbetet shumë e butë. Shikojeni video në vazhdim. Tani pitën veç se kemi gati për pjekje, po e vendosim në furrë. Furrën e kemi lëshuar paraprakisht, për afërsisht që 6 minuta është ngrohur dhe tani e kemi vendosur. Pas 15 minutave pitja veç se ka filluar që të marrë ngjyrë. Ndërsa pas 20 minutave, pitja pothuajse gati edhe është pjekur. E kemi lanë edhe pak minuta, pas 23 minutave, pitën e kemi gati dhe po e largojmë nga furra. Lëshon një aromë shumë të mirë dhe gjithë banesa është mbushur me këtë aromë shumë të mirë. Tani po e largojmë nga furra. Shikojeni se sa mirë është pjekur.
shumë e shijshme. Për disa minuta, derisa të përgatisim tavolinën, po e mbuloj me një pecetë në mënyrë që të mbetet shumë e butë. Tani, pas disa minutave, e kemi larguar pecetën dhe po e presim. Shikojeni, është shumë e butë. Nuk vrehet nëse është e gatuar me petë të gatshme ose me petë të gatuara vetë. Po e pres, po e servoj në tavolinë dhe neve na bëf të mirë, ndërsa juve ju mbetet që ta provoni dhe të më shkruani në komente se ju ka pëlqyer metoda ime e përgatitjes së kësaj pite me petë të gatshme. Vazhdoni të më shikoni, të më mbështesni, sepse gjatë muajit Ramazanit do të ketë receta shumë të mira nga ana ime, duke mos munguar asnjëherë. Shpresoj që po ju pëlqejnë videot e mia çdo ditë më shumë, pasi që mundohem të tregoj se si gatuaj unë zakonisht për familjarët e mi. Mirëmbëjtje dhe vazhdoni të më mbështesni. Pitën kësaj here e shoqërova me turshi dimërore, të cilat i kam përgatitur me ndihmën e nënës time. Tavolinën e shtrova në mënyrë tradicionale, pite, jogurt dhe turshi dimërore. Neve na bëf të mirë dhe juve ju mbetet të provoni. Mirëmbëjtje.